Nga 2510 çështje të regjistruara gjatë vitit kaluar në gjykatën e apelit Shkodër, prej tyre 1075 ishin të mbartura nga viti 2014. Janë gjykuar 2071, mes të cilave 485 penale me 683 persona të pandehur, ku 214 ishin të arrestuar. Greta Laloshi, kancelare e kësaj gjykate, bën një pasqyrim më të detajuar sa i përket kriminalitetit. Vepra penale kundër personit, jetës dhe shëndetit në 7691 i Kodit Penal, 47 pra një ulje në krahasim me një vit më parë ku numri i tyre ishte 65. Vepra penale trafikimit pa ligjshëm. Viti i kaluar 47 pra rezulton një rënje në numrit për këto lloj veprash penale. Vepra penale të dhunës në familje, duke u krahasuar nga një vit më parë ka një ulje më të lehtë në 35 çështje. Vepra penale kundër pasurisë së sferës ekonomike. Ku nga këto 39 janë për veprën penale të parashikuar nga neni 137 i Kodit Penal, ndërsa vitin e kaluar janë gjykuar 87 raste, pra ka një rritje totale prej 14 çështjesh për këtë grup veprash penale. Veprat penale të parashikuara nga neni 197 dhe 199 fraksion A, 33 çështje, krahasuar nga viti i kaluar ku numri i tyre ishte 14, pra një rritje më shumë se 2 herë. Veprat penale kundër autoritetit shtetënor, 47 çështje, 15 çështje neni 290 i Kodit Penal, 15 çështje neni 291 i Kodit Penal, 37 çështje, pra gjithsej 114. Viti i kaluar janë gjykuar 128 me këtë objekt, pra afërsisht një shifër e njëjtë me këtë grup çështjesh. Duke krahasuar dinamikën e veprave penale të vitit 2015 me vitin 2014, rezulton se ka një rritje të veprave penale në fushën e qarkullimit rrugor, ka një rritje të veprave penale në fushën e krimit kundër pasurisë së sferës ekonomike, ka një rritje të veprave penale pra të zhvillimi pa lejuar i lojrave të fati dhe veprave penale të ndërtimit pa ligjshëm. Ka një ulje të veprave penale të mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe një ulje të gjykimit të veprave penale të shpërdorimit detyrës parashikuar nga neni 248 Kodit Penal. Gjykata e apelit përveç Shkodrës mbulon edhe rrethet Malësi e Madhe, Lezhë, Mirdit, Puk, Fush Arrës, Tropoj dhe Kukës. Për vitin e kaluar, mesatarisht secili gjyqtar i kësaj gjykate ka gjykuar 318 çështje. Kjo gjykatë pret i plotësohet organika dhe me 2 gjyqtarë të tjerë nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë.